Fluksi I pushuesve në zona turistike të Lezhës është shoqëruar edhe me shtim të prezencës së policisë për të rritur sigurinë. Patrullat e uniformave blu përshkojnë të gjithë zonën, madje edhe shëtitorin kryesore. Efektiv me biçikleta janë vendosur në pjesën ku lëvizin pushuesit. Edhe në këtë verë nuk mungon mbështetja patrullave të policisë nga Kosova. Shefi I qarkullimit të drejtorit vendore të policisë së Lezhës, Adriatik Huti, thotë se ky përqendrim I policisë nuk ka për qëllim dëshkimin, por ndërgjegjësimin në parandalimin e aksidenteve rrugore dhe ngjarjeve kriminale. Nuk është synimi gjoba, se sa është mbarvajtja e trafikut, mbarvajtja e rregullit dhe parandalimi I aksidenteve rrugore me pasoja për përdorësit e rrugës. Këto shërbime ndihmohen edhe nga shërbimet e policisë rrugore të Kosovës, të cilat janë shpërndara në aksin rrugor Shëngjin, nga Lezhë në Shëngjin, Lezhë-Milot dhe në aksin në rrugën e Kombit. Patrullimet në zonat turistike të Lezhës vijojnë gjatë 24 orëve, ndërsa deri më tani sezoni ka qenë I qetë dhe pa incidente apo ngjarje kriminale.